Koha nuk është burim i ripërtrishëm. Ka lënë në të kaluarën në pakthem. Një kredi me këso kamate 0% do të kishte lakmi secili shtet në çdo kohë. Sot po vendosim për miratim projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, e njohur si marrëveshja për instrumentin për reforma apo plani i rritjes, si dhe projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për kredi në kuadër të këtij instrumenti. Nga instrumenti për reforma dhe rritje parashihet të përfitojmë 882.6 milion euro, nga të cilat afër 30% apo 253.3 milion euro janë grante, ndërka që pjesa tjetër 629.3 milion euro janë kredi. Qëllimi i marrëveshjes kornizë, teksti i cilës është standard për të gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundëson që Kosova të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin është që të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht për marrjen e pjesës së fondeve të Bashkimit Evropian që ofrohen si kredi dhe mënyrën e menaxhimit të tyre. Dua të rikujtoj se si qeveri, kur ishim në mandat të plot, i kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektohen të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian. Ne kemi qenë ndër shtetet e para në mos të parët, që kemi finalizuar agjendën e reformave dhe këtë e kemi arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjërsa formalisht e kemi miratuar qysh në tetor të vitit 2024. Megjithatë, pjesërisht nga vonesat në finalizimin e agjendës së reformave nga disa nga shtetet tjera përfituese, e pjesërisht për shkak të punës paralele që është zhvilluar nga vetë Komisioni Evropian për rregullorën e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri dhe formatet e marrëveshjeve respektive, nuk ka qenë i mundur procedimi i tyre nga legjislatura e kaluar e Kuvendit. Formati standard përfundimtar i dakorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën është dërguar te ne me 15 nëntor në mënyrë elektronike. Dhe ne kemi kryer nënshkrimin sapo ka ardhur në Kosovë fizikisht dhe është pranuar në qeveri përkatësisht me 27 nëntor. Ku po të njëjtën ditë është miratuar projekt ligji për ratifikimin e saj nga qeveria, pra në kohë rekorde prej anës tonë si ekzekutiv. Kurse për marrëveshjen për kredi, ne kemi miratuar nismen me 13 nëntor 2024, mirë po draftin final të marrëveshjes e kemi pranuar pas shpërndarjes së Kuvendit në janar të vitit 2025. Si rezultat, kjo ka pamundësuar që marrëveshjet të hyjnë në fuqi dhe ne si shtet të mos mund përfitojmë nga parafinancimi në vlerë prej 7%, si dhe shumat e alokuara për reformat e implementuara. Andaj, me qenë sa afatet janë fikse dhe po ecin, sepse koha po kalon, ju ftoj sot që të votojmë miratimin e këtyre projekt ligjeve që të fillojmë të përfitojmë nga ky instrument. Koha nuk është burim i ripërtrishëm. Ka lënë në të kaluarën në pakthem. Çdo vonesë e më tutjeshme e komplikon dhe rrezikon si përfitimin ashtu edhe zbatimin e fondeve. Tjetra, sa i përket marrëveshjeve me Bankën Botërore. Me Bankën Botërore i kemi 3 marrëveshje. Njëra është në vlerë prej 9 milion euro dhe vjen si mbështetje buxhetore, kurse 2 tjerat janë nga 18.6 milion euro secila dhe janë për financim të projekteve aq shumë të nevojshme në arsim e në shëndetësi. Marrëveshja prej 9 milion eurove vjen në kuadër të programit të reformave që kemi zbatuar në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe si shpërblim për arritjet, norma e interesit do të jetë 0% për 12 vjet. Pra, kamat 0%. Një kredi me këso kamate 0% do të kishte lakmi secili shtet në çdo kohë.
dhe as që do të diskutohej a duhet miratuar apo jo. Por ja që të ne ka më shumë se një vit që ajo e pret ratifikimi. Nëse ka diçka për cilat do të hymë në histori, është pikërisht kjo, që një kredi me 0% kamat pret ratifikimin një vjet ditë, ndërkohë që nuk do të duhet kishte diskutim fare. Sepse një kredi të këtill, po e ritheksoj, do ta kishte lakmi secili shtet i botës në çdo kohë. Dhe nëse nuk ratifikohet në këtë seancë, e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro, për të cilet ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtillë. Ngjajshëm edhe 2 marrëveshjet për financim të projekteve. Në arsim parashihet investimin qerë dhe treja, kurse në shëndetësi parashihet ndërtimi i sistemit informativ shëndetësor, që është parakush për funksionalizimin e sigurimit shëndetësor. Nëse këto 2 marrëveshje nuk miratohen sot nga kuvendi, atëherë edhe mjetet për këto 2 projekte do të humben dhe do të shkaktohen vonesa të pakthyeshme në ndërtim të qerdheve për fëmijë, si dhe në zbatim të sigurimeve shëndetësore.